Përshëndetje. Në këtë video të mësojmë se si me dizajnu një infografik me Corel. Kliko me New, këtu zgjedh me CMYK, këtu zgjedh me 300 dpi, ndërsa këtu te Custom zgjedh me formatin A4. Edhe në këtë rast e zgjedhi landscape, do të thonë formatin këtu. Klikoj OK, edhe hapet kjo dritarja. Hapi tjetër e marr rrethin këtu. Edhe klikoj me CTRL, do të thonë me bu në mënyrë simetrike. Shikoni. OK. Pastaj përvar që të rreth. Edhe po ja ndryshoj ngjyrën. E kam një kod ngjyrës këtu. Kështu që e selektoj kët. Pastaj shikoj jap një ngjyrë, e bën kënë ngjyrë, edhe pastaj klikoj këtu dy herë. Hapet kjo dritarja. Klikoj këtu. Edhe pastaj këtu e vendosi këtë kodin që është shëllohen. Edhe klikoj OK, shikone, kjo e merr këtë ngjyrë. Ndërsa këtu te kufizimi këtu që kemi strokin, i thom non, do të thon pa kufizim hiç me lon. OK. Hapi tjetër është e marr me kët, e bëu me CTRL-V, do të thon past in place, do të thon, e ata shkoj e sfokloj në këtë drejtë. Shikone. Edhe për lëvizi këtu, për rriti parafërsisht këtu, apo sigurona që fundi me që në këtë drejtë. Parafërsisht këtu. OK. Pastaj prap klikoj CTRL-C, CTRL-V, edhe tash të bëu copy paste, klikoj këtë të ngjyra bardhë. Ndërsa, nëse e moj shtyp shiftin, edhe zvogloj, shikone kjo zvoglohet profesionalisht, ka të gjitha anët edhe bëhet parafërsisht kështu. OK. Pastaj e selektoj këtu edhe bëj CTRL-C, CTRL-V, do të thotë u bë past in place. Pastaj me e klikoj CTRL edhe Shift, shikone, kjo bëhet rotate. Edhe po shkoj për lëvizi parafërsisht këtu. Pak kështu. Pastaj këtu dyja i selektoj, do të thonë të gjitha këto. CTRL-C, CTRL-V, edhe prap me CTRL edhe me Shift, shkoj i vendosi kështu, edhe tash i shty lart. Parafërsisht kështu. Çfarë? Pastaj i selektoj të gjitha, edhe klikoj njërë këtu, shikoni si më dalin këtu, edhe filloj me rrotullu duke e mojtër CTRL shtypur, edhe bëj parafërsisht këtë format, shikoni. Hapi tjetër, klikoj me ndryshu ngjyrën, do të thonë tash edhe tjera po me ndryshu ngjyrën, kështu që klikoj këtu, klikoj dy herë, hapë dritarja, do të thonë këtu, CTRL-V, i veshëroni këtë kodin këtu. OK. Njëjtë edhe kjo. Vujt është me marrë këtë ngjyrën se më ka dalë si shkurtesë të kjo. Hapi tjetër e zgjedh edhe tjetrën, me ndërkohë ngjyrën e selektoj këtë, mundem do të thonë me Shift edhe këtë, klikoj dy herë, hapet kjo, jam vendosi këtë kodin tjetër, shikoni kodin. OK. Edhe hapi tjetër e marr këtë, me Shift edhe këtë, klikoj dy herë këtu, hapë dritarja, e selektoj këtë, OK, shikon. Përveç sajna, tani e marr këtë, njënë nga këtu në këtë rast këtë, për bëj CTRL-C, CTRL-V, për largoj këtu. Nërsa këtu për i selektoj, edhe për i bëj CTRL-G, të më thonë i bëna grup, nërsa këtë po afroj këtu edhe po bëj me ngjyrë të bardhë. Po i selektoj të gjitha edhe po bëj C edhe E, do të thonë në centër e vendosa këtë. Nëse du me rrit pak, klikoj shiftin, shikon edhe kjo rritet profesionalisht nga qendra, kjo varet si sa dëshironi ju me bë këtë madhe. Parafërsisht kështu.
Hapi tjetër, këtë, klikoj CTRL C, CTRL Shift V, prap me CTRL shkoj e zogloj, më thonë, e zogloj profesionalisht, klikoj njerë, më thonë, më falni me Shift, shkoj e zogloj kështu, edhe tash që në 2 të bardha, pastaj klikoj këtu, edhe shkoj vendosi hije, shikone hjezim. Ta ka mundësin vendos hjezime, sa po të dëshiroj, shikone kështu. Ndërsa, nëse shkoj kështu, kjo bëhet ma zbet, apo ma theksume, unë bëj prafërsisht kështu. Okej, hapi tjetër, këtë për selektoj, CTRL U bëhet on grup do më thonë, e heka pi grupit ashtë, edhe njëjtë po veproj, për selektoj këtë, për marrë këtu shadow, edhe këtë, shkone, po jap hije, do më thonë e selektova këtë, edhe pasaj shikone. Selektoj këtë, shkone. Hapi tjetër, tasht, ideja është, dhe më thonë, kjo është në B, kjo më vendos në fundi, kjo në B, kjo në fundi. Tasht, këtu kena me bu një farë trike pak, e marrë këtë, kaltërën, edhe klikoj CTRL C, edhe CTRL V. Shikoni si bëhet kjo. Dhe më thonë, u vendos, kjo u bu, paste u vendos në bitë të gjitha, e këtej CTRL Z. Klikoj këtë, pastaj edhe këtë gjelbërtën, edhe klikoj të kjo këtu. Shikone. Ta që klikoj të kaltërtën, delete edhe fshia tja. Shikone tani. Tani, selektoj këtu, këtë edhe këtë, edhe klikoj CTRL edhe page up. Më thonë CTRL, page up, edhe shikone tani. Kjo është nër të gjelbërtën mbi të verdhën. Kjo është nër këto peng mbi të kaltërtën. Kjo është nër të verdhën mbi të gjelbërtën. Më thonë, shikone kjo si duket njëra nër tjetërën. Pastaj, këto kemi opcionin marë tekstin edhe shënoj për shkak këtë rast. CTRL A tekstin edhe për zgjedhje këtu një të më thonë center, e këtu për zgjedhje një font. Roboto. Edhe këtu për zgjedhje black. Okej. Ndërsa, për marrë tekstin CTRL C, CTRL V, po klikoj këtu, po shënoj për shkak 01. Edhe klikoj tash këtë, tekstin e kam, klikoj me shift e klikoj selektuat të rrjeti, pastaj klikoj C, E, kjo e gjen qendrën. CTRL C, CTRL V, shikone. E bëj 02. Gjithashtu e kam tekstin selektuar, e mbaj shiftin shtype selektoj të rrjetin dhe klikoj C, E, edhe këtu e gjen CTRL C, CTRL V, e marrë tekstin. Klikoj 2R03, klikoj këtë me shift, edhe pastaj shikone 04, C, E. Nëse selektoj këtë, e klikoj këtë gjelbërtën, shkoj këtu, e klikoj të kaltërtën, shkoj këtu, e klikoj të verdhën, edhe shkoj këtu, e klikoj këtë pink. Shikon dhe kjo ishte një ushtrim për infografik.